Shkodra po kthehet në një nga qytetet më të kërkuara jo vetëm për pushime, por edhe për investime në pasuri të paluajtshme dhe banesa për qira ditore. Agentët imobiliar pranojnë se kërkesat për banesat me qira janë rritur e bashkë me tollet çmimet. Një banesë 2+1 në qendër varion nga 450 deri në 600 euro. Situata e apartamenteve me qira në Shkodër ka ndryshon çdo vit. Kërkesa rritet ose qëndron në njëjtë me kalimin e viteve, nuk është se ka ramje, por ajo që vetë është rritja e çmimeve. Apartamentet 2+1 në qendër kanë shku prej 400 deri në 600 euro, ndërsa apartamentet 1+1 janë prej 350 deri në 450 euro. Kërkesat të larta për banesat me qira me kontrata deri në 1 vjeçare ka dhe nga turistët e huaj, këta të fundit preferojnë më së shumti periferinë për shumë faktor. Të huajt pranojnë edhe periferi, zonat larta, sepse kanë qef qetësinë, hapësinat e parkingut, ndërsa qytetarët e Shkodrës ose rrethinave preferojnë më shumë qendrën sepse kanë më afër punën, bizneset. Nga ana tjetër, agentët imobiliar pohojnë se pronarët që japin banesa me qira kanë nisur të abuzojnë me çmimet, ndaj kërkojnë ndërhyrje në institucioneve.